Deputetin Ardian Gola, deputetën Vlora Qitaku, deputetin Kujtim Shala, deputetin Slavko Simic dhe deputetën Emilia Regjepi. Plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për 5 kandidatët e propozuar për nënkryetar të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 104 deputet kanë votuar për, 3 deputet kanë votuar kundër dhe 6 deputet kanë abstenuar. Me këtë rast, konstatoj se kuvendi zgjodhi 5 nënkryetar të kuvendit, më lejoni që vetëm edhe t'i lexoj emrat, pra deputetin Ardian Gola, deputetën Vlora Qitaku, deputetin Kujtim Shala, deputetin Slavko Simic dhe deputetën Emilia Regjepi. Me këtë rast, pra me zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit, Kuvendi i Republikës së Kosovës konsiderohet i konstituuar, prandaj urimet të gjithëve.